A është gjëna me këshur motin në telefon? Parimisht nuk është gjëna. Përderisa ti nuk beson se zotat e motit janë njerëzit ose shkencëtarët ose meteorologët. Ti e beson se Allahu Gjeleshanu është Zot i qiellit, i tokës, i diellit, i shiut, edhe i çdo gjë që ekziston. Thjesht në bazë të shkencës që njerëzit kanë arrit, edhe në bazë të analizave ka lëvizin rreth e kështu me radhë, ata e parashikojnë, prandaj quhet parashikim. Nuk janë ata që vendosin se a me ra shi apo jo, por Allah. Ti përderisa ke këtë besim, thjesht e shikon si parashikim, edhe thua Allahu xhel mundet me ndryshu që është dënë. Po thjesht unë po parashikojnë në bazë të asaj që ka shkruar telefoni, themi s'ka problem. Pra përderisa nuk prek në besim në akiden, nuk prish punë.